E ka kapur paniku Edin, ose si që thërasi me përkëdheli kolegët, palloshin e gjatë, sepse sondazhet janë nxjerrin humbse Ogi në Tiranë. Ndaj ka filluar një tur takimesh me qytetarët për t'u shpjeguar mrekullinë ekonomike që do i pres ata në vitet e ardhshme. A thua se nuk e ka qeverisur ky deri tani. Me që ka nisur fushatën në Tiranë, dua dhe unë të ndjek disa çështje dhe le t'ja nisim nga më kryesorja. Trafiku. Sasia e ndotjes që shkakton kancer, e zhurmës që shkakton probleme serioze psikologjike, e vonesës që shkakton probleme të thella financiare e sociale që prodhon trafiku në Tiranë, ja kalon edhe qyteteve më të mbingarkuara me popullat në Azi apo Indi. E kështu kanceri na është bërë si gripi, vonesat e zakonshme në punë, xhepat e boshatisura dhe sherret në familje të shpeshta. Por cilët janë faktorët? Kjo mbas meje është dalja e unazës te zona e freskut. Pamjet duken vetë e nuk duan koment. Donjëherë duhet 1 orë pa egzagerim të futesh në rreth dhe të dalësh prej tij. Dalja këtu ka qenë e projektuar me 2 korsi dhe rrethi më funksional. Por një korsi dhe funksionalitetin e vodhi Bela me lejen e Palloshit dhe tani ne po vuajmë pasojat. Gjërat vogla, disa 10 milion euro të cilat pasqyrojnë qartë realitetin politik dhe ekonomik në vend. Ke të drejtë Pallosh, ka mrekulli ekonomike, por kjo i gjatë vetëm për ty dhe takëmet e tua. Për ty që nga jeta poshturave të Parisit, sot ushqehesh me urat e shqiptarve, duke u vjedhur miliarda dhe duke u premtuar qindarka për pensione. Nëse sa kohë të mbështesin s'ke faj as ti, as urat e as tunelet. Të dashur shqiptar, boll me Pallosha, tung.